kemi shpërblim ne kur edukojmë epshin ton. Cili është ky shpërblim? Edhe çfarë do të thotë që besimtari ta edukojë veten në aspektin epshor në nivele të larta e të shpërblehet për një mund të tillë. Për gjitha këto ka argumente të shumta në Kur'anin fammadh ku Zoti i Madhërisht na drejtohet dhe na edukon realisht se si ne edukohemi shpirtërisht përmes edukimit të epshit, por edhe shpërblemi me ndihmën e tij. Allahu në ajetin që e citova pak më herët ku thot wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, se i përket atij i cili vazhdimisht e ka parasysh qëndrimin para madhërisë së Allahut në ditën e gjykimit. Atëherë Allah thot shpirti i tij do të jetë vazhdimisht i kujdesshëm dhe i vëmendshëm që të mos bie në kërkesa të liga epshora apo në kërkesa dhe nevoja të qëndrueshme, por përmes mënyrave të gabuara. Wa naha an-nafsa 'anil hawa. Ai çfarë bën? Ai e pengon epshin e tij nga gabimi, e pengon epshin e tij nga devijimi. E çfarë ka për këtë? Fa innal jannata hiya al-ma'wa. Por një njeri që është i kujdesshëm në edukimin e epshit të tij, Allahu ka garantuar xhenetin. Secili prej nesh jemi në kërkim të xhenetit. Secili prej nesh dëshirojmë që të jemi prej banorëve të xhenetit. Dhe Allah po tregon se rruga më e lehtë për ta bërë një gjë të tillë është përmes edukimit të epshit. Kur besimtari edukon epshin e tij, realisht e lehtëson rrugën e tij drejt xhenetit, drejt hyrjes në të. Ja mundson vetes shoqërimin me pejgamberët e Allahut, në veçantë me Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Nga sa ata të cilët tregohen të moralshëm në jetën e kësaj bote, do të jenë më afër se sa çdo kush tjetër në afërsitë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit. Sepse kështu na mësojnë hadithet pejgamberike. Gjithashtu, një prej 7 kategorive që në ditën e mahsherit, në ditën e pritjes për dhënë llogari, që nuk do të jetë ditë e lehtë, do të jetë edhe kategoria e atyre të rinjeve dhe të rejave që kanë pasur mundësi që të bëjnë immoralitet. Janë joshur, janë provokuar nga gra dhe burra të pasur e të bukur, por nuk kanë rënë prej këtyre joshjeve dhe provokimeve, sepse kanë pasur parasysh çdo herë takimin me Allahun e Madhërisëm. Prandaj thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam se në ditën e gjykimit, ndër 7 kategoritë që do të strehohen në hijen e arshit të Allahut, do të jetë edhe ai i ri dhe ajo e re që është ftuar nga një femër e bukur apo nga një mashkull i bukur, nga një femër apo nga një mashkull me status të lartë që ka pasur fuqi materiale apo autoritative në vendin e tij, por që ky nuk ka pranuar që të bëjë immoralitet me të. Ky person në fazën më impulsive të jetës, madje në fazën që karakterizohet me gjendjen më të theksuar epshore të tij, ai ka treguar kujdes të veçantë, ka treguar devotshmëri, kanë thënë jo, unë nuk e bëj një gjë të tillë, sepse unë nuk kam hesap që ta humb raportin tim me Allahun e Madhërisëm, nuk ma qet llogaria që unë për një kënaqësi mashtruese të jetës së kësaj bote, disa minutëshe unë ta rrezikoj amshushmërinë time në jetën e ahiretit. Prandaj ka duruar, është treguar i durueshëm, është treguar i vëmendshëm, saqë e ka marrë epitetin e një prej 7 kategorive të privilegjuara që do të strehohen në hijen e arshit të Allahut në ditën kur nuk do të jetë hije tjetër përpos hijes së arshit të tij.